e dini se vendbanimi juaj në Itali, por në Shqipëri mund të jetë një përcaktues i drejt për drejt i shumës finale të pensionit tuaj? A e dini se mund të humbisni shtesën e pensionit minimal edhe pse keni vite kontributive në Itali? Përkundrazi, mund të jeni përfitues i shtesës së pensionit minimal nëse ndërmerrni veprimin e duhur apo të hapin e vogël dhe të saktë. Të nderuar miq, në episodin e 10 të ciklit Pensioni Shqipëri dhe Itali, shpjeguar nga Teuta, do të flasim pikërisht për shtesën e pensionit minimal, cilat janë rregullat që mundson ta përfitoni atë dhe në cilat raste e humbisni këtë drejt, ndoshta edhe pa kuptuar. Unë juftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube Teuta Nunaj Kortoçi të na ndiqni në episodet tona, sepse çdo pyetje juaj ka një përgjigje dhe çdo problem e ka një zgjidhje. Dhe ndoshta përgjigjet tuaja që juve kërkoni mund t'i gjeni edhe në këtë video. Na ndiqni deri në fund të këtij episodi sepse do të shpjegoj disa detaje që janë shumë të rëndësishme për pensionin tuaj, që e përcaktojnë dhe shumën finale të pensionit tuaj që ndoshta pak qytetar mund t'i di. Të nderuar miq, fillimisht do të bëjmë një shpjegim shumë të shkurtër se çfarë është shtesa e pensionit minimal, në mënyrë që neve të kuptojmë të plot rregullat që ka ligji italian, por nga ana tjetër edhe ato që përcakton marrëveshja e pensionit mes Shqipërisë dhe Italisë. Kur flasim për pensionin minimal, ne kuptojmë vlerën dysheme që përcaktohet si një vlerë mujore që çdo qytetar që merr një pension pleqërie do të duhet ta përfitojë. Dhe këtu në këtë rast kemi dy koncepte, pension pleqërie dhe pension minimal. Pension minimal, i përcaktuar në Itali për vitin 2025, është vlera 616.67 euro. Ndërsa pensioni i pleqërisë llogaritet nga numri i viteve kontributive, por nga ana tjetër dhe totali i kontributeve që keni dhënë. Nëse kemi të bëjmë me një qytetar i cili përfiton një pension pleqërie në vlerën e pensionit minimal, dhe marrim si një shembull të thjeshtë nëse një qytetar ka një pension pleqërie mujor në vlerën 500 euro, ndërkohë që pensioni minimal në Itali është 616.67 euro, atëherë shteti ka detyrimin që t'i paguajë këtij qytetari diferencën mes pensionit minimal 616.67 euro minus 500 euro që është pensioni i tij i pleqërisë, diferencën 116.67 euro e paguar shteti italian në mënyrë të përmuajshme. Dhe kjo vlerë njihet ndryshe si shtesa e pensionit minimal. Por në cilat raste një qytetar që përfiton një pension pleqërie në Itali mund ta përfitojë shtesën e pensionit minimal? Është e rëndësishme për të kuptuar në këtë rast lidhjen që ka pensioni me vendbanimin tuaj. Edhe këtu në këtë rast kemi dy ndarje. Për qytetarët të cilët shqiptarë që përfitojnë një pension pleqërie në Itali por janë banues në Shqipëri, dhe për qytetarët shqiptarë që përfitojnë një pension pleqërie por janë banues në Itali. Nëse këto qytetarë shqiptarë që jetojnë në Itali përfitojnë një pension pleqërie në diferencën e pensionit minimal, ata në këtë rast janë një përfitues të diferencës ose ndryshe të shtesës së pensionit minimal. Nga ana tjetër, marrëveshja në këtë rast ndihmon që këta qytetarë që të përfitojnë këtë shtesë nuk është më e domosdoshme që të kenë 10 vite kontributive. Sepse në këtë rast marrëveshja bën të mundur bashkimin e këtyre periudhave dhe qytetari shqiptar që jeton në Itali në këtë rast, edhe kur ai merr pensionin e pleqërisë si periudha të bashkuara, ai duke qenë se banon në Itali e përfiton shtesën e pensionit. Pra të nderuar miq, të jetuarit e rezident në Itali të mundëson në të dy rastet ta përfiton shtesën e pensionit minimal. Por kjo është e ndryshme për qytetarët që jetojnë në Shqipëri. Qytetarët që jetojnë në Shqipëri kanë dy rregulla. E para, nëse ata përfitojnë një pension pleqërie në Itali. Në rastet kur ky pension i pleqërisë përfitohet për numrin e viteve minimalisht 20 vite kontributive në Itali, që në kuptohet ata nuk marrin për bazë edhe vitet e kontributive në Itali, sepse mjaftojnë për pension vitet kontributive në Itali, atëherë në këtë rast këta qytetarë mund të jenë përfitues të shtesës së pensionit
në Itali. Pra, edhe pse ata banojnë ose janë rezident në Shqipëri. Në këtë rast, kur ata marrin pensionin e tyre të pleqërisë, marrin edhe shtesën e pensionit minimal, sepse ata e kanë përfituar pensionin e pleqërisë vetëm mbi bazën e viteve kontributive në Itali dhe jo me vitet e kontributive në Shqipëri. E kundërta ndodh miqtë e mi, se në rastin që kemi të bëjmë me qytetarë shqiptar, të cilët e përfitojnë pensionin në Itali si pasojë e bashkimit të periudhave kontributive në Shqipëri dhe Itali, dhe kur ky pension i pleqërisë është më i vogël se pensioni minimal, atëherë ata nuk janë përfitues të shtesës së pensionit. Pra të nderuar miq, shtesa e pensionit minimal jepet vetëm për qytetarët shqiptar që janë banues në Itali dhe vetëm për qytetarët shqiptar që janë banues në Shqipëri, por kanë vitet kontributive të plota në Itali. Për qytetarët shqiptar që do përfitojnë një pension pleqërie mbi bazën e bashkimit të viteve kontributive në Shqipëri dhe Itali, dhe ku vlera e pensionit të tyre të pleqërisë është nën vlerën e pensionit minimal, këta qytetar nuk do jenë përfitues të shtesës së pensionit minimal. Në këtë mënyrë, të nderuar miq, neve kuptojmë shumë mirë diferencën se çfarë do thotë dhe çfarë ndryshimi sjell penbanimi juaj. Nga ana tjetër, të nderuar miq, ne duhet kuptojmë se kur flasim për shtesën e pensionit minimal, kur flasim në këtë rast për pensione sociale, për ndihmën ekonomike, për trajtime të veçanta ekonomike, këto janë ndihmesa që ofron shteti italian për qytetarët e tij dhe nuk e ka obligim që nga këto fonde publike ai të paguajë edhe qytetarët jashtë vendit të tij. Që nuk kuptohet për qytetarët shqiptar që edhe pse kanë vite kontributive në Itali, ata nuk mund të jenë përfitues të një pensioni social, të një trajtimi të veçantë ekonomik, të një ndihme ekonomike nga fondet publike italiane. Marrëveshja nuk e lejon. Njëjta gjë ndodh edhe për qytetarët italianë, që edhe pse kanë vite kontributive në Shqipëri, ata nuk mund të jenë përfitues pikërisht të një pensioni social apo të një ndihme ekonomike. Dhe marrëveshja në këtë rast identifikon dhe bën diferencën mes përfitimeve nga buxheti i shtetit dhe përfitime nga buxhetet e sigurimeve shoqërore. Përfitimet nga buxheti i shtetit janë vetëm për qytetarët që jetojnë apo banojnë në secilin prej këtyre shteteve dhe jo në këtë rast për banorët e shteteve tjera. Kjo, të nderuar miq, është një element jashtëzakonisht dhe shumë i rëndësishëm që ofron marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Të nderuar miq, duke qenë se neve në këtë episod të 10 do shpjegojmë ato që neve kemi trajtuar si elemente të fundit që flet marrëveshja për çështjen e pensioneve, pasi ne përgjatë këtyre episodeve kemi shpjeguar jo vetëm të gjitha detajet që shpreh marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, por nga ana tjetër dhe të gjitha ato rregulla dhe udhëzime që ka përcaktuar Instituti i Sigurimit Shoqëror, por dhe rregullat dhe udhëzimet dhe të gjitha ato detaje të tjera që neve kemi gjetur te dokumenti e INPS. Në këtë mënyrë neve kemi dhënë një panoramë shumë të gjerë, por njëkohësisht dhe shumë të plotë të gjithë rregullave që përcakton marrëveshja e pensioneve mes dy vendeve. Të nderuar miq, në këtë rast do doja të trajtoj edhe disa çështje që janë trajtuar ose kanë qenë pyetje të ardhura nga qytetarët, nga vetë ju, qoftë përmes pyetjeve dhe komenteve që keni bërë dhe i bëni në mënyrë të vazhdueshme në kanalin tim në YouTube të Utanuna Kortosi, dhe një ato pyetje të rasti një qytetari i cili pyet që unë marr një pension në Itali, por nga ana tjetër më kërkojnë edhe të dokumentoj pensionin që marr në Shqipëri. Nderuar miq, neve kur flasim për pensionet, neve kemi Itali dhe Shqipëri kemi periudha të ndryshme. Nëse flasim për pensionet e plota, një qytetar në Shqipëri për burr del në moshën 65 vjeç, nga ana tjetër në Itali një burr del në moshën 67 vjeç, pra ka një diferencë moshe të ndryshme. Ndërsa një grua në Shqipëri për gjatë vitit 2025 del me një moshë 61 vjeç e 10 muaj, ndërsa një grua në Itali që 67 vjeç. Në momentin kur këta qytetar përfiton një pension italian, Italia ka një rregull që
edhe pensioni klasifikohet si një ardhur dhe është në këtë rast një ardhur e tatueshme. Dhe në këtë rast, edhe e ardhura që ju si qytetar rezident në Itali përfitoni nga pensioni juaj në Shqipëri klasifikohet si një ardhur e fituar jashtë vendit dhe ajo llogaritet si ardhur totale në të gjithë totalin e të ardhurave tuaja. Po këtu në këtë rast, të nderuar miq, duhet keni konsiderat se nëse vlera totale të ardhurave tuaja përfshirë pensioni italian dhe pensioni shqiptar është nën vlerën minimale, juve nuk jeni ose nuk tatoheni. Nëse totali të ardhurave që merren nga pensioni italian dhe pensioni shqiptar është më e lartë se dyshemeja që ata kanë përcaktuar, atëherë kjo shumë është e tatueshme. Ndaj të nderuar miq, juve në këtë rast duhet të përcjellni dokumentin dhe njëkohësisht informacionin e plot. Por nga ana tjetër, nëse juve përfitoni një pension në Shqipëri, por nga ana tjetër merrni edhe një shtesë të pensionit minimal në Itali, juve duhet ta raportoni të ardhurën tuaj. Sepse në këtë rast, nëse juve nuk ju raportoni të ardhurën tuaj kur merrni pensionin në Shqipëri, juve në këtë rast mund të bllokohet edhe kjo shtesë pensioni. Pasi neve shpjeguam që shtesa e pensionit minimal jepet nëse kemi një të ardhur, pra një pension minimal, një pension kreqërie nën pensionin minimal, por kur shumat e këtyre dy pensioneve e te kalon pensionin minimal, atëherë në këtë rast ju nuk mund të jeni një përfitues i kësaj shtese. Ndaj, gjithmonë në këtë rast kërkohet nga ana institucioneve italiane i gjithë dokumentacioni dhe të gjitha të ardhurat që juve keni deklaruar. Por, të nderuar miq, kur flasim për pension në këtë rast, neve kemi shpjeguar që një qytetar shqiptar mund të humbasi ose nuk përfiton një pension kur ai nuk mbush moshën 15 vite në Shqipëri, por nga ana tjetër ai nuk e përfiton për pensionin në Itali nëse ai nuk ka mbushur moshën 67 vjeç, në këtë rast për burrat dhe për gratë, por kur ai e mbush të moshë dhe nuk ka mbushur 20 vite kontributive, ai sërish në këtë rast nuk e përfiton një pension pleqërie, por nga ana tjetër në këtë rast qytetari mund të mos jetë një përfitues i pensionit pleqërisë në Itali edhe për një kriter të tretë në rastin kur ai nuk ka derdhur minimalisht një vit kontributiv, si në Shqipëri edhe në Itali. Të nderuar miq, ky ishte materialin që unë kisha përgatitur për sot në këtë episod të 10, dhe është episodi i fundit që neve na shpjegon të gjitha detajet për pensionet në bazë të marrëveshjes së Shqipërisë dhe Italisë. Në episodin e radhës, si do të jetë ai 11, ne do shpjegojmë disa elementë të cilët nuk lidhen drejt për drejt me pensionin, pasi marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë në fushën e sigurimit shoqëror nuk është e fokusuar vetëm tek pensioni, por është fokusuar edhe tek individët që janë të punësuar, tek lejet e lindjes, e drejta e marrjes së pagesës papunësisë e të tjera me radhë. Këto elemente do të trajtojmë në episodin e fundit. Unë ju falenderoj që ju jeni pjesë e këtij komuniteti që na ndiqni në mënyrë të vazhdueshme. Ju falenderoj që ndoqët këtë episod. Ju falenderoj për çdo pyetje e për çdo koment që bëni dhe njëkohësisht që trajtoni çështjet tuaja. Ne shpresojmë shumë që me të gjithë informacionin që kemi përcjellur, por njëkohësisht dhe me të gjitha përgjigjet që unë ju kam përcjellur në mënyrë të vazhdueshme, t'ju kemi dhënë ato përgjigje për të cilat ju keni nevojë. T'ju kemi orientuar në mënyrë të saktë, në mënyrë që juve të merrni të gjithë informacionin që ju nevojitet për çështjen e pensionit, që realisht është një nga çështjet më të rëndësishme dhe njëkohësisht nëse flasim për qytetarët shqiptar dhe ata që banojnë në Shqipëri, për një numër shumë të konsiderueshëm të popullatës, pra për mbi 700.000 banor, të cilët janë përfitues të një pensioni nga skema e sigurimeve shoqërore. Duke u falendëruar sërish që na ndoqët, unë ju le takim për episodin e radhës dhe deri atëherë, miru takofshim.